Iako s okolo 20 dena za docnување, земјоделците од Тетовскиот регион започнаа со вадење на компирот. Земјоделецот Шабан Каримани заедно со своето семејство и работници собираа компири на своите ниви. Тој објаснува кои се причините за доцнењето, како и кои видови компири се најпопуларни во регионот. Периода kohore është faktikisht me 15 e 9 muaj deri me 15 e 10, po si mjet për shkak të rreshturave atmosferike në kohën e fundit. Shkaku i të rreshturave janë të më pak, patatja përmban lagështi më pak. Kurse tash me të rreshturat e fundit ka marrë lagështi mbi atë mas që i nevojitet. Dhe ka mundësi që të ketë, nëse është për ruajtje të më të qeshme, ka gjasa që të ketë kalbëzim. Kjo është lloj patates Lucinda dhe Arizona. Faktikisht ka shumë lloje të varieteteve të ndryshme, po në këtë vendin tonë janë më të përshtatshme Lucinda, Arizona, Jelly dhe disa varietete të tjera. Тој нагласува дека оваа година пазарот е подобар од лани, но проблем останува старата земјоделска механизација, која бара повеќе работа и влијае и на квалитетот и на зената. Si vjet tregu është pak më i mirë se vjet, po ka edhe eksport shumë nga shumë shtetet fqinje dhe të Evropës përndryshe. Ato janë një pengesë bukur e madhe për ne, se ne jemi edhe me mekanizëm të vjetruar, nuk jemi të modernizuar si bashk ballkanesit buq që punojnë me mjetet moderne. Ne jemi të ngecur dhe nuk mund të konkurrojmë as me kvalitet, as me çmim. Цените на компирот на големо се движат околу 20 денари за килограм, а производителите не успеваат да го продадат на мало поради недостиг на време. Çmimi i patates përafërsisht 20 dinar llogaritet. Varet e kvaliteti, nalt poshtë është 20 dinar. Bisedohet me shumicë, ndoshta tregjet e vogla me pakicë që janë çmimet i kanë pak më të nalta, ama ne nuk kemi kohë me u marrë me pakicë, se nuk mund t'i bësh njëjtat punë, edhe shitjen me pakicë edhe prodhimin. Каримани додава дека приносот во голема мера зависи од временските услови, а годинава имало голема суша, додека минатата година градот ја уништил жетвата.